Kamber Sulçaj i shpallur në kërkim për vrasjen e Edoardo Sarçit, 44 vjeçarit italian sipërmarrës ndërtimi që humbi jetën nga një plumb në Shqipëri. Mbrëmjen e 26 shtatorit u dorëzuar në policinë e Gjirokastrës 2 ditë më parë. 48 vjeçari, i dyshuar si vrasësi, këtë të shtunë përballë në gjykatë me masën e sigurisë, ku vendos burg pa afat për të. Ndërkohë, siç mësohet, Sulçaj nuk ka thënë as edhe një fjalë të vetme gjatë gjithë zhvillimit të seancës. Siç thuhet në gjuhën e kronikës së zezë, ai kyçi gojën përpara trupës gjykuese. Megjithatë, një tjetër prestigjioze italiane, krahas Corriere della Sera, La Repubblica sërish ngre dyshime për atë që ka ndodhur, duke rrëzuar pistën e një konflikti për dritat e gjata të makinës dhe duke i mëshuar faktit që kjo mund të jetë një vrasje me pagesë. Ja çfarë shkruajnë sërish italianët për këtë ngjarje. Sipas hetimeve, Kamber Sulçaj kishte pasur një përplasje verbale me sipërmarrësin dhe shokët e tij, pak para ngjarjes tragjike. Aktualisht ai ndodhet në pyetje nga hetuesit. Një nga pistat që po hetohet ende e pa konfirmuar nga autoritetet shqiptare është ajo e një debati të ashpër mes 4 personave për dritat e makinës që ndriçonin errësirën e natës në fshat. Por dinamika e vrasjes mbetet e paqartë, sidomos pas zgjedhjes së një shume të madhe parash, armësh të shumta dhe pajisjesh në banesën e Sulçajt, çka ngre dyshime për një vrasje me pagesë, një skenar krejt tjetër nga ai një krimi të kryer në gjak nxehtësi. Ndaj tij rëndojnë akuzat për vrasje në rrethana të tjera rënduese, armbajtje dhe prodhim të palishëm armësh, municionesh dhe eksplozivësh, si dhe prodhim dhe shitje të lëndë narkotike. Mbrëmjen e ngjarjes Edoardo Sarçi së bashku me partnerin e tij në biznes Qeren Braçi dhe 2 djemtë e këtij të fundit kishin shkuar për gjuhëti në zonën e Dilanit në Tepelen, rreth 200 kilometra larg Tiranës. Sipas hetimeve paraprake, pas një sherri të fortë, Sulçaj ka hapur zjarr me një armë zjarri të mbushur në drejtim të Sarçit, partnerit të tij dhe 2 djemve, madje edhe në drejtim të automjeteve të tyre. Plumbat kapën vetëm Sarçin, babai 2 fëmijëve dhe sipërmarrësi i njohur në fushën e ndërtimeve në zonën e Varese, Itali. Ai ishte pronari i kompanisë Tegula del Centro, e themeluar 30 vite më parë nga xhaxha i tij. Fillimisht policia sekuestroi 2 automjete dhe mori në pyetje 3 personat që ndodheshin me Sarçin atë mbrëmje, si dhe një të katërt, për afro 12 orë me radhë. Më pas të gjithë u liruan për mungesë provash. Sulçaj ka dorëzuar pushkën e gjuetisë me ty të gdhendur, me të cilën dyshohet se qilloi ndaj Sarçit, si dhe lejen e mbajtjes së armës. Ekspertët e seksionit për hetimin e krimeve të rënda në drejtorinë e policisë së Gjirokastrës kanë përgatitur dosjen për kërkesën e arrestit me burg, e cila ishte urdhëruar më herët nga gjykata në mungesë. Sulçaj, banor i fshatit Mesapliki i Vlorës, dyshohet se ka përdorur pikërisht atë pushkë gjuetie me ty të gdhendur për të ekzekutuar Edoardo Sarçin. Mirë, ky ishte inserti për sa i përket asaj se çfarë ka deklaruar prestigjioza italiane La Repubblica për vrasjen e Edoardo Sarçit, duke ngritur sërish dyshime pra një tjetër prestigjioze, krahas asaj se çfarë deklaroi disa ditë më parë Corriere della Sera dhe kjo një medie shumë e rëndësishme në Itali, të cilat të dyja ngren pretendime që nuk është një vrasje ndodhur për shkak të përplasjes për dritat e gjata të makinave, por duke veshur me shumë mister këtë se çfarë ka ndodhur. Ndërkohë duhet kujtojmë që ditën e sotme Kamber Sulçaj, i cili u përball me masën e sigurisë arrest në burg pa fat, ka vendosur që të mos flas përpara tokave të zeza, duke ngritur kështu edhe pikë pyetje më të mëdha për ne, të cilët sigurisht jemi marrë me ngjarjet kriminale. Beko, përse idhet ideja për një vrasje me pagesë? Gjithë që ngrihen versione tilla kur ndodh një vrasje, sidomos një biznesmen dhe në rrethana të tilla të paqarta. Pra natën e kemi shpjeguar në gjah, mënyra se si ndodhi ngjarja është akoma e paqartë, se çfarë ka ndodhur, kanë qenë disa persona, përse pikërisht me këto. Një debat banal për dritat të gjata është i pabesueshëm natën në pyll, kur të gjithë kur shkojnë për gjuhëti mbajnë dritat e gjata, plus edhe makinat janë tilla sepse është mekanizmi që zhvillohet i tillë. Por duhet të kuptojmë diçka që donjëherë edhe shtypi do të bëj skup, pra mund të jetë kjo që do të krijoj situata të tilla. Nofta ato kanë informacione, do kanë komunikuar dhe me familjarët, mund të dinë problemet e brendshme që ka pas biznesmeni në atë periudhë. Dhe shumë gjëra mund të jenë. Këto besoj që do t'i sqaroj më pas hetimi. Aq sa mund t'i sqaroj, besoj edhe nga deklarimi që do t'i merret autori, që do t'i japi shpjegime. Dhe tham që ai duhet të dorëzohet dhe bëri që pa të thënë që nuk do ta zgjasë shumë dhe më pa të thënë pak rreth 2 javë më parë që autori do vetë dorëzohet, sepse nuk ka ku shkon. Kjo është tipikisht shprehja. Gabim bëre që nuk e preva sinkron ta dëgjonin, por është e drejtë edhe që do dorëzohet, por më tepër se aq ai duhet të shpjegoj
Domethënë si ka ndodhur ngjarja dhe duhet që të kontribuojmë patjetër për të shmangur këto dyshime që janë shumë të rënda, që hidhen nga mediat mbi mënyrën edhe qëllimet edhe motivet të cilat nuk besoj që do të mbeten pa sqaruar edhe nga organi procedurës në kuadër të hetimeve që prokuroria po kryen për këtë ngjarje. Se s'ka folur sot Kamber Sulçaj, autori i dyshuar. Çfarë ndodh me masigurie? Nuk mund të thoshte ky që shiko, unë erdhova të dorëzova dhe jam i penduar për atë që ka ndodhur dhe le të përballem me drejtsinë. Ai duhet ta kishte bërë këtë si rregull, duhet të kishte dhënë një shpjegim, deklarimi në gjykat është provë dhe ndoshta ka pas edhe arsye të tjera për të mos e bërë, por do të kuptojmë diçka që në kushtet që ai është vetëdorëzuar pas 2 javësh, ai ka patur kohë që të përgatisi edhe atë që do të thotë para gjykatës, më kupton, është konsultuar me njerëzit, me avokatin e tij, pra nuk ka qenë një vendim i lehtë për tu marrë dhe është pjekur, si sot populli, dhe është marrë vendimin që të shkojë aty me këmbë të veta. Dhe mirë do ishte që të kishte bërë një deklarim, të paktën edhe për këto problematika që kalojnë tej hetimit, tej ngjarjes kriminale dhe dyshim politike, po e vesh ai shpjegimin do japi patjetër sepse do të pyetet dhe por që duhet ta kishte sqaruar këtë moment dhe por që ngrihen shumë versione akoma ngjarja siç e thash është e paqartë dhe mbetet shumë për të punuar, për të parë dhe për të marrë gjërat, për të kuptuar se çfarë ka ndodhur realisht në atë vend. Të vrasësh një njeri për 30 gjata në gjuhë e tij. Sigur nuk shkon si logjik. Nuk ka kuptim. Rithjem sërish, ndoshta me një tjetër pyetje, Beko. Karanxha, tashmë që kanë kaluar rreth 3 javë, dhe nuk e kemi me një vendngjarje aktive dhe ne dimë që 72 orët e para janë jetike për një vendngjarje për grupin hetimor, për prokurorin, për të përcaktuar shkaqjet e një vrasje, të paktën nga çfarë ne kemi diskutuar këtu me ju dhe me të tjerë kolegë tuaj, ekspertë të ligjeve. Është e mundur që zbulohet diçka më tepër, tashmë ndërkohë që sot autori nuk ka pranuar dhe të flasë? Tani gjithmonë ka pikpamje taktike, autori do ta zgjedh vetë atë kur do flasin lidhje me ngjarjen. Sepse provat e marra në seancën për masën e sigurimit janë provat e marra para seancës gjyqësore, ka vlerën e provës dhe këto mund të përdoren nesër për të kundërshtuar thëniet e këtij personi. Po ne kemi një problem tjetër. Që është? Shohim gazetat italiane dhe herën e parë kishin bërë më saktë aludime në lidhje me ngjarjen. Janë 2 më prestigjioze, më të mëdha të. Por të dyja konstatoj që nuk realizojnë të vërtetën. Për shembull thanë, nuk është bërë autopsi, që ishte e vërtetë se që këtu është haja. Pra të bësh akuzë kaq të fortë dhe të mos dalësh me deklarat mbrapa që autopsia është bërë, ta thash dhe në vitin 1997 në disa vende që nuk kishte shtet, është bërë, domethënë nuk është bërë autopsia në Vlorë për shembull. Kurse në Tiranë është bërë për shkaqjet e vdekjes. Tash ti thosh për një ngjarje kaq të madhe, nuk është bërë autopsi, ndërkohë është bërë, kjo tregon një dashakësi. Pra, autoritetet e shtypit italian nuk dim nga se janë të sponsorizuara që për këtë ngjarje deformojnë publikun. E dyta, mos ka ndonjë agjend për goditjen e Shqipërisë. Varrimi është bërë shumë shpejt, po kur ta bëjnë marroj punë organet e ndjekjes penale, si mas rregullit varroset personi s'mund ta marrin me ditë. Se ne kemi rregullat, ai jetonte në Shqipëri dhe është bërë varrimi konform rregullave. Prandaj duke pasur ato thënet, pra disinformimin e popullit italian në fillim, mendoj që edhe rastin konkret ka një tendencë deformimi. I Panderi është dorëzuar, jam unë auti për momentin s'do të flas. Çfarë problemi ka? Jo është me paramendim. Tani lind pyetja. Se di nëse e ka pranuar se kjo është, domethënë kjo është e paqartë, sepse fakti që nuk ka folur dhe i mbetet ende në kuadër të dyshimit dhe nuk është marrë në Panterur kam deklarime me cilësinë e personit nën hetim, do ketë sepse ai pse ka shkuar në polici ka dhënë një kontakt, po jo më keni më kërkoni o vëlla tash deklarimi formal, deklarimi aty janë kapur provat materiale, është kapur arma e krimit. Është kapur pra është bërë kthyrja e vendit ngjarjes, sepse kthyrja e vendit ngjarjes neve s'mund ta marrim makinat e krimit, domethënë makinat që kanë qenë në vend ngjarje. Aty është sqaruar. Por unë i referoj dhe asaj të parë sepse po ngul kom, se thosh që nuk është bërë autopsi, pra aty është disinformimi i parë dhe në kuadër të disinformimit parë, po ecet me këtë tjetrin, që jo është bërë një paramendim, këtë person e ka fut dikush për me vrarë, po si e di çka, më fali dhe lidh me paratë e gjetura në këtë godinën ku shkonte Kamber Sulçaj, aty ku gjetët dhe armën, sepse aty janë gjetur shumë aparash. Ishte edhe ka lidhur domethënë
dyshohet që mund të vrasë me pagesë. Ka bërë një lidhje kështu domethënë kjo. Tani, në përgjithësi këto mediat mund të kenë edhe dhëna të tjera që ne nuk i dimë. Mund të kenë thua. Absolutisht dhënat e mirë, unë flas për këtë rast. Për raste të tjera nuk vej dorën zjarr, po këtë rast ka pas mbeti një disinformim. E kam Është tipike për median kjo. Me vëmendje. Siç disinformon këtu edhe andej. Kur një media nuk është serioze, gënjen një herë, dy herë, atëherë dhe tretën do bësh gënjeshtër. Mendoj që ky nuk qëndron. Ky person është autori, këtu t'jemi diçka. Nuk mund t'jemi pedant ose që themi është ky version e tjerë. Ne do bëhen hetime, por me të dhënat e para rezulton që personi në fjalë ka realizuar vrasjen. Të bëj një pyetje tjetër tani, pse do duhet t'i lëm? Sepse unë mund ta ludoj këtu që mund të ketë edhe një agent për goditjen e Shqipërisë në imazhin ndërkombëtar, siç ka ndodhur raste të tjera me grupe shqiptare, kapote, mafia, dreqë shejtan. Dhe tash na godasin dy herë këtu, edhe Corriere della Sera dhe La Repubblica. Tani përse neve Prokuroria e Përgjithshme e Shqipërisë për të ruajtur imazhin e mirë të një prokurorie që punon, nuk del me një deklaratë dhe thot hetimet tona të dashur media italiane, se jeni më prestigjioze, se është një sot si flasin dy mediat më të mëdha këtu në Shqipëri. Të thotë që shiko, ne kemi bërë hetime, pse nuk e bën këtë? Ka diçka që nuk shkon këtu? A mundet që La Repubblica të ketë të drejtë në fund që ta provoj? Sepse unë nuk do ta pranoja dot këtë. E mendon kështu? Po, për mua jo vetëm këtë, por edhe te rasti te pozicionimi grupeve kriminale në Evropë shqiptar, ne ishim të dytët. Kishin kaluar dhe Cosa Nostra. Gjë që nuk është e vërtetë. Shkosh në Itali të pyesësh qeshin për shqiptarët, që jemi ngritur ne kaq shumë. Pra, kemi të bëjmë me një fushat disinformimi dhe në lidhje me reflektimin ose më saktë organet e ndjekjes penale të Shqipërisë, qoftë dhe KLP-ja, duhet të reagojnë me rastin konkret. Dhe nuk ka shkelje të fshetsisë hetime, që të shkeljet nuk shkeljet sekreti hetimor. Ti kthejnë përgjigje. Autopsia është bërë. Këtë datë keni thënë që nuk është bërë. Pse varrimi është bërë shumë shpejt? Praktikën si varrosen njerëzit në Shqipëri. Patë kaq mund të këta që është hapur. Ky person është dorëzuar, është i dyshuar, ç'është është në hetim. Perfekt. U krye Karanja. Bego si e mendon? Pyetja e fundit dhe e mbyllim. Do duhet që kështë pas një reagim tani? Shumë drejt tha Karanja, por mendoj që këtu mund t'jeni edhe qëndrimet e familjarëve. Pra shpesh mediat ne diskutuam dhe në parë që edhe ato kanë problematikat e tyre të brendshme, kanë paqartësitë dhe do njëherë ato i fryjnë dhe më shumë. Nuk mund të krahasosh mediat e huaja me mediat tona, pak në Corriere della Sera me disa mediat shqiptare, nuk e di kush janë më të mëdhat, por ne dimë se cili është kryesisht i këtyre mediave të mëdha çfarë përfaqësojnë realisht. Por duhet të kuptojmë diçka që për disi këto mediat kështu qëndrime të tilla kanë mbajtur, qëndrime pra të njëanshme, qëndrime anti-shqiptare më diskriminuese, anti-shqiptare të pa baza komplet si Stavini, sepse ne thamë edhe që atë ditë që nuk ka person që kalon pa bërë autopsia. Është rregull absolute. Varimi bëhet sikudo sipas rregullave. Bëri 2 ditë. Po t'jetë nevoja ta mbash, mund ta mbash në kushte frigoriferike, pastaj po t'jetë nevoja i bën një rishvarosje, më fal, e zhvaros, sepse ka ndodhur, po të ketë dyshime, por mekanizmi është i tillë, shkaku pasojë janë të tilla që dihet se nga se ka vdekur ai person. Edhe janë edhe të filmuar, edhe diçka tjetër. Po dhe mbyllim. Kemi parasysh shumë italian, po të shkosh në rrugë Kavajës gjithë Shqipëri, do të thonë jo të rrugë Kavajës në Tiranë, po në Vlorë dhe kudo ke shumë italian që vinë. Mendoj që kjo është një fushat që t'i thuhet popullit italian mos shkoni në Shqipëri se është vend që ka krime. Ndërkohë që unë i shoh vetë. Pra se ne dimë dhe Itali se kemi pa rajdonën e rajonën herët, janë shumë të lumtur këtu në Shqipëri dhe pjesa më e madhe e tyre thotë neve e dimë sikur këtu është luftë, por janë të kënaqur dhe kanë ardhur dhe i pjesë nuk kanë ikur më. Janë të lumtur që jetojnë në Shqipëri. Janë të moshës tretë, por tash ato sjellin të ardhurën në Shqipëri. Po Karanja, më fal që po e them, kërkojnë ndjes, po mirë të na i bëjnë kur kemi institucione të paafta për dalë dhe për të mbrojtur identitetin kombëtar, qoftë në rastin e një vrasje të veshur me mister siç është kjo Edoardo Sarçit, ku pa shkelur sekretin hetimor mund thuaj që shkruaj autopsia, është kjo shkaku dyshohet, këto janë hetimet tona dhe përmbyllet çështja.